primin politik. E para, partia është një parti që po shfaq lodhjet e veta. E dyta, ka disa, le të themi, struktura paralele në Partinë Socialiste, të cilat si të tilla ja kanë stigmatizuar kundërshtarët politik dhe vazhdon dhe zërat e lirë të shoqërisë, siç janë patronazhistët, të cilët në thelbin e vet po rithiren përsëri në skenën elektorale të sepse është maj 2027 është i afërt, kështu që nga ana tjetër është struktura e administratës politike që ka mbajtur pozicionet në administratën publike, që edhe këto kam problematikat e veta dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për një pjesë e administratës që ka sjellë edhe votat sa herë ka patur zgjedhje për Partinë Socialiste. E treta dhe që në fakt nga renditja mund të jetë e para, është sfida me dy prej komponentëve më krucial të qeverisjes, niveli i korrupsionit dhe ballafaqimi me premtimet e ricikluara të 3-4 mandateve. Këtu e kam fjalën për korrupsionin, për mitmarrjen, për çështjet e aferave, për imazhet politike të shembura dhe që rezistojnë me një lloj prudence në jetën publike, siç është rasti i zonjës Balluku apo i rasteve të tjerë, të cilët janë në një situatë dhe në një proces me drejtsinë, por politikisht shfaqen dhe rishfaqen të fuqishëm, të patundshëm edhe influent jo vetëm në sferën politike, por edhe në sferën e informalismit vendimarrës, sepse nuk është se kanë një status për të emëruar për të caktuar, por fuqia dhe kapaciteti politik i tyre ndikon tek individët dhe tek vendimarrjet brenda ekzekutivit dhe më gjerë. Ja, regjia është duke na ndihmuar edhe me pamjet, ndoshta i shikojmë edhe full të Pogradecit, edhe janë vërtet kaq të qetë kjo kupol drejtuese e Partisë Socialiste, janë drejtuesit politik në përqarqe, janë drejtuesit e komisioneve parlamentare, pra po zjen diçka brenda PS-s në gjithë të situatë dhe nga 3 muaj protesta në shesh, kemi një Mariana Koçeku që u largua dhe doli deputete e pavarur, ka disa zëra që kundërshtojnë reformën territoriale, është Vullnet Sina i Partisë Socialiste në Vlorë, është Erion Braçe, dhe ky i fundit jo vetëm për këtë, po 2 ditë e fundit ka kërkuar rikthimin e garës për Tiranën, pra që të ketë një garë brenda Partisë Socialiste për kandidatin që do kemi në zgjedhjet e majit 2027. Po, unë mendoj që deri në çastin që po flasim, diversiteti i shfaqur në Partinë Socialiste nuk them që është një diversitet i kontrolluar, por është një diversitet i cili nuk shkakton fraktura politike. Kjo do të duket deri në momentin kur Partia Socialiste do të shpall kandidatët për kryetarët e bashkive në vend. Ndryshe nga proceset e mëhershme të zgjedhjeve vendore në Shqipëri, zgjedhja e kandidatëve të tanishëm, jo vetëm për Partinë Socialiste, por edhe për Partinë Demokratike, apo edhe për alternativat e tjera që do të jenë në konkurim, është një zgjedhje fatkeqësisht politike nga më të mprektat, më të thuktat që mund kemi përjetuar. Pse? Sepse reduktimi numerik i njësive administrative, pra i bashkive, në 46, nuk bën që tjetër veç se kërkon që personat që do kandidohen dhe që do të marrin administrimin e qeverisjes vendore në nivel vendi, do të jenë figura me potencialitet politik, me ndikim publik, me autoritet në disa lëmi, këtu e kam fjalën në fushën profesionale, në ndikimin dhe ligjërimin publik, në integritetin e tjerë. Jo se do të reflektoj dhe do ndryshoj metodologji, qoftë zoti Berisha apo qoftë zoti Rama. Kjo është një çështje që diktohet nga vetë formula dhe nga momenti në cilin ndodhet shoqëria shqiptare. Dhe e dyta, ky diversitet përgjithsisht, ju përmendët rastin e zotit Braçe që bën përjashtime dhe është atipik në raport me linjën e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Por rastet e zonjës Koçeku apo rastet të Spiropali që tashmë duket sikur e ka zgjedhur heshtjen në mënyrë të përkohshme. Po pret asamblen Spiropali, nuk e di ç'do ndodhi në javën e parë të shtatorit. Këto deri tani janë diversitete individuale që nuk formsojnë grup ose nuk formsojnë atë që ne quajmë skizmën, çarjen e partisë. Por prova dhe sfidat për Partinë Socialiste, por në mënyrë të veçantë për kryeministrin janë të hapura, më shumë se ndoshta kur ndonjëherë, edhe për shkak të statusit politik në cilin ndodhet Partia Socialiste, sepse ka shkrijuar një perceptim shumë humnerik midis asaj që protestuesit në 3 muaj rresht
po kërkojnë dhe po e konsiderojnë si një gjë të mbyllur, ju erdhi fundi, një pjesë e niveleve të larta të leadershipit politik kërkojnë të shkojnë në burg, ka një psikologjia e ekzistencës së korrupsionit dhe abuzivizmit financiar në Shqipëri është nga më të lartat në historinë e tranzicionit, dhe pse nuk jemi në tranzicion në pikpamjen politike, por nga ana tjetër ka dhe një problem që lidhet me atë që unë e thash, shprishur ajo poliarkia e trashëguar në fillimet e viteve 90 apo 2000. Sot jemi në një situatë tjetër. Bipolariteti vërtet është ende i plot fuqishëm në skenën politike. Po ka dhe një pol të tretë, le të themi, që është tranditur nga diferencat që vijnë re midis vullnetit të sovranit dhe përfaqësimit dhe strukturave përfaqësuese në institucionalizmin politik të vendit. I frymëzoi kupolën socialiste liçeni Pogradeci siç tha Rama që frymëzonte dikur Lazgushin e madh, apo po këto janë gjeste, mendoj unë, as regjizoriale, po më shumë skenografi politike, që zoti Rama e bën për të krijuar në psikologjinë masive publike që pavarësisht nga situata, nga protesta e tjerë, ne vazhdojmë, jemi konsistent, kemi qetësinë tonë, funksionale, strukturore, e tjerë. Dhe është, po kjo në fakt, mendoj unë, është një gjë që mund të ketë ndikim tek disa kategori politike ose moshore në realitetin politik Shqipërisë, por në dy prej komponentëve më të rëndësishme të opinionit publik, kryesisht e masa rinore dhe tek diaspora e cila besoj edhe në periudhën e ardhshme do të inspirohet më shumë për realitetin politik dhe kontributin në vend. Dhe këto janë çështje jo të kontrastit, por janë thelbësore në marrëdhënien dhe leximin politik që kryeministri duhet i bëjë realitetit. Ja prishi planet Berisha me atë që përpara se të ndodhte takimi Kuçit, ai Pogradecit, ky i Tiranës, tha Rama do bëj prerje kokash, do të heq Niko Peleshin, kryetar parlamentit, do të sjell Taulan Ballën, duket sikur Berisha i prishi një skem të tillë apo jo, nuk mendoj. Shiko, mendoj që zoti Berisha si kryetari formali i opozitës së vendit, ndoshta duhet heq dorë nga tradicionalizmi vetjak i të bërit. Një herë flet për në shtatzanit në pragjet e maternitetit, që janë të lidhura drejt për së drejti me figurat politike në hetim, ose një herë flet pastaj për marrëdhënien që ekziston. Kam përshtypjen se kjo është konsumuar në pikun e tranzicionit. Ky lloj ligjërimi politik. Prapsa të vërteta Berisha i kanë ato që thotë se na dalin më mbrapa. Po shikoj, nuk diskutojmë detajin, po diskutojmë efektin dhe sistemin e politik bërjes. Shoqëria jonë sot ka nevojë të njohë në skenën politike ballafaqimin e projekteve dhe të analizës dhe të recensës politike. Ne na mungojnë këtë gjë. Sepse për shembull, si ka mundësi që debati për reformën zgjedhore u shter dhe ju nënshtrua fatit dhe verdiktit të shumicës së votave të padiskutueshme që ka Partia Socialiste për t'i kaluar. Ndoshta riaktivizohet në shtator me rikthimin e parlamentit. Le të shpresojmë. Nuk e di ç'do ndodhi dhe me protestat në ato 15 bashki që ishin intensive gjatë gushtit. Gjithmonë opinioni publik ka rezerva për eficiencën e mjeteve dhe mekanizmave që mund të përdor gjithë spektri opozitar, se këtu nuk duhet të flas vetëm për një përgjegjësi politike të partia. Unë këtu e kam parasysh dhe për aktorët e rinj politik, të cilët duhet bëjnë diferencën midis politikbërjes tradicionale ala tranzicioniste dhe post-tranzicioniste në Shqipëri dhe modernizmit dhe modernitetit politik, qoftë në ligjërim, në ofertë, në ballafaqim, në pasqyrim, në recencë dhe në shumë veprime tjera që kanë të bëjnë me jetën politike. Shoqëria ka nevojë për këtë tundje, për këtë shkundje. Ne nëse duam ta realizojmë këtë gjë, duhet nisemi nga fakti që çfarë ka tek qeverisja 13 vjeçare e socialistëve dhe si mund ta ndërtojmë kontrastin për një model tjetër qeverisje. E vërtet, të duket Çipa që ajo që ka prodhuar sheshi protesta për 3 muajsh e ka detyruar Ramën që të ndryshojë edhe stil, edhe komunikim, ndoshta në Pogradec dhe sa u kthye në Tiranë të nesërmen mund të ketë pritur qytetarë që kanë shkuar këtë dera aq sa si ka pritur për 13 vjet. Pra është rikthyer te qytetarët të dëgjojë hallet e tyre, të një pensionisti, të atij që nuk ka dokumentin e shtëpisë, të atij që nuk ka marrë parat për vitet e vuajtjes në internim gjatë regjimit komunist, pra siç ishin disa prej shembujve të qytetarëve që folën. Mendoj që po,
Zoti Rama nuk është, ndryshe nga Zoti Berisha, nuk është ai politikani që mendon se tashmë me ka mbyllur ciklin politik të vetvetes. Ndërkohë që opinioni publik thotë që në shumicën populiste të vet thotë që është një cikël i kryer dhe duhet të mbyllet. Dhe i ka në një rrugtim të përbashkët të dy, dhe Ramën dhe Berishën. Disa prej lëvizjeve që po bën, jo vetëm në pikpamjen e marrëdhënies strukturore që ka me partinë dhe me institucionet e partisë. Këtu kam parasysh komisionet parlamentare, udhëheqësit politik të qarqeve, të zgjedhurit që do të jenë besoj edhe në ditët e ardhme, deputetët etj. Në qoftë se në periudhën e 2 muajve të parë të protestës së qytetarëve në sheshin kryesor të kryeqytetit, ai ju përgjigj me daljen vetë dhe nuk madje u shpreh që nuk kam nevojë, do ta përballoj vetë etj. Sot është në një fazë të re dhe këtë bën si një lexim të asaj çka vjen në muajin shtator prej vetë protestës, se nuk është vetëm faktori dhe vektori politik i protestës për muajin shtator. Vetë opozita ka nevojë, është në një, le të themi, në një moment ekzistencial të vetvetes që ta ndryshoj qasjen e deri tanishme në raport me shumicën qeverisëse. Sepse duket sigurisht edhe një apatie dhe për shkak edhe të protestës tremujore që i zuri sheshin, i mori kauzën. Po të shikosh vetë Zoti Berisha në 2-3 daljet e dytëve të fundit ka adresuar çështje të cilat janë strukturore, po flet për kandidatët, për mënyrën se si do të zgjidhen e tjerë, flet për masivizimin e strukturave bazike të partisë, dhe këtu ju drejtohet alternativa dhe krijon oferta për hapësira të reja etj. Dhe besoj në 10 ditëshin e parë të muajit shtator, vetë opozita do të ketë besoj një qasje të re për mënyrën se si do ta ndërtoj spektrin ose opozitarizmin apo koalicionin, kjo duhet parë dhe jemi në pritje të konkurimit për zgjedhjet vendore të 2027-s. E vërtet, dhe kthehemi sërish tek Rama, mbas dokumentit Besa, prania besnike, nga Pogradeci na doli edhe pasqyra Albania. Pasqyra Albania do të jetë ajo platforma ku qytetarët do të qajnë hallet e tyre, gjithë problemet, dhe Rama zotohet që do të marrë një përgjigje brenda 48 orësh, pra nuk do jenë më në pritje muaj edhe vite. Kjo ha shumë diskutime dhe pritshmëri. Jemi në fazën e premtimeve të ripërsëritura ose të projekteve të rimodeluara. Projekti i Ashit, projekti i, le të themi, 2-3 versionet e tjera të projekteve virtuale që janë ofruar si programe themelore të qeverisjes të mandatin e tretë apo të dytë, duket sikur servire në një formë të tretë, por për mandat të katërt. Dhe kjo do të hajë diskutim. Domethënë, ky është një pritje e parë që i bëhet, nuk është shqyrtimi i projektit, por është refuzimi në pikpamjen psikologjike të fjalës. Duket sikur është një, në thonjza, duket sikur të lë përfshien e një mashtrimi të ri në një formë tjetër, të lë një projekt i cili me sa duket ka libit e vet apo tjerë, ndërkohë që një qasje tjetër do të ishte a e ka detyrimin qeveria të bëjë një transparencë për defektet, dhe nuk e kam fjalën transparencë në marrëdhënie me atë dosje që ka pasur Akshi. Se kjo nuk është bërë kurrë. Ekziston një dosje që ka krijuar perceptimin më maksimalist të një afere, mega afere, me financimet e buxhetit publik që janë bërë Akshit në periudhë, dhe Befas kemi një projekt të ri. Nëse qeveria do të duhet të bënte një skanim